Namazin e taravis na të regot lutëm si falet, çdo recat sasure se po dëgjoj mendimet të ndryshme. Zotit rujtë të bekoft për kujdesin që e ki. Po të apshin një këshill më të madhe se sa çështja e shumë mendimeve rreth taravis. Ajo që është kryesore është në Ramazan, ti bashkojmë zemrat, të mos përçahemi, të mos e gjujmë një tjetër me fjalë, ky bidatxhi, ky kështu, ky po i fal 8, po gabon, ai po i fal 20, po gabon. Kjo ma mira, jo ma keq. Zatën taravia kretë është sunet. Taravia është për me i bashku muslimant, për me e eduku shpirtin, asësi më u përçan me zvete. Çka me bon? Sa dush fali, s'ka problem. Këshilla ema është falu në lagjën tane, në fshatin tanë, në qytetin tanë, qysh falet hoxha i xhamis lagjës tane. Qysh falet aj, qashtu falu. Deri në fund krye, pastaj del, mos ban fitne, shko te shtëpia, ban dhikr, lexo Kur'an, etj, etj, etj. Kujdes, ta pastrojmë zemrën. Zotit rujtë.